Dje rreth orës 14 zyrtarët policorë të stacionit policor Gostivar në lagjen Fazaneria 2 në Gostivar privuan galeria AK 28 vjeç nga Gostivari. Në orën 12:35 zyrtarët policorë të stacionit policor Gostivar, duke vepruar me urdhër të gjykatës, kanë kryer bastisje në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse të JK 33 vjeç. Gjatë kontrollit, JK nuk ishte në shtëpi, por aty u gjet i vëllai i tij AK. Gjatë bastisjes janë gjetur marijuan, një peshore digjitale dhe para. AK është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet kallëzim përkatës. Dje rreth orës 16:15 zyrtar policor të stacionit policor Kamian në fshatin Bogovin, në afërsi të stadiumit, privuan nga liria BU 25 vjeç nga fshati Pallçishti Poshtëm. Tek ai është i gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për ashtresë përkatëse. Dje rreth orës 18:30 në Gostivar, zyrtar policor të stacionit policor Gostivar privuan nga liria AI 24 vjeç nga Sërmnova e Gostivarit. Gjatë kontrollit, tek ai janë gjetur dhe konfiskuar 2 qese me marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të përgatitet për ashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 22:40 në Gostivar dhe në orën 23:29 në rrugën Ilinden, zyrtar policor të stacionit policor Gostivar arrestuan NG 41 vjeç nga Gostivari, tek i cili u gjet dhe konfiskua kokain, dhe LG 38 vjeç nga Gostivari për shkak të dyshimit të bazuar se i kishte shitur drogën personit NG. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për ashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 20:20 në SPB Tetov është raportuar se në rrugën Ilinden në Tetov, përballë një objekti hotelerik, është djegur një automjeti tipit BMW me targa të Dibrës, i drejtuar nga RF 29 vjeç nga Reqica e Vogël. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa me ndërhyrjen e njësisë territoriale zjarr fikse Tetov, zjarri është lokalizuar. Një ekip i SPB Tetov ka kryer inspektim në vendin e ngjarjes.